Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Dikush nga e shkuara juaj vjen për të takuar me ju. Je vërtet gati që të bësh këtë takim me këtë person? Ti je vërtet gati? Pra dikush vjen nga e shkuara jote për të bërë këtë takim midis jush. Je vërtet gati? Dhe këtë do ta zbulojmë me anën e letrave tarot. Ky princ vjen drejt jush me këtë lajm. Për ta drejt jush për të bërë një takim. Është një person i vetmuar, i të shkuar tënde. Dhe ky vjen drejt jush sepse ju shikon si kjo dritë që mban në dorë, si ky fener që mban në dorë. Është një person shumë human. Ashtu si jep, ashtu dhe i kthehet karma. Është human dhe nga ana shpirtërore, por dhe nga ana sentimentale. Është i dashuruar me ju. Letra e dashurisë tregon që ky person është i dashuruar me ju. Ju keni një pasion, keni një energji të fortë midis njëri tjetrit. Ka qenë i lënduar, shumë i lënduar me ju, ka marrë goxha lëndime në zemër, por ju tek ai jeni gjithmonë ajo femra e fuqishme, ajo femra me energji pozitive, që gjërat doni t'i çoni deri në fund. Diskuton me dy persona të tjerë dhe është në pritje që ju do ta pranoni këtë takim me këtë person apo jo. Dhe vjeta e monedhave më tregon që ju e pranoni këtë takim me personin e të shkuarës tuaj. Je gati në këtë moment që ta pranoni këtë takim, sepse ai ka luftuar fort që të vi drejt jush, të bisedoj me ju për të sqaruar ato gjëra që kanë ngelur pezull. Mbroheni nga ky ëngjëll. Kjo është letra e drejtësisë, e cila tregon që kjo e ardhur e këtij personi që po vjen drejt jush nga e shkuara është një histori që do të nxjerrë në pavërtetësinë e kësaj historie. Dhe ky ëngjëll është si një mbrojtës në historinë tuaj. Dhe këta njerëz negativ që keni pres, ai i çon atje ku ata e meritojnë të jenë. Është një lajm i shpejtë, pra ky kalor vjen drejt jush shumë shpejt për t'u takuar me ju. Kaloshi i çpatës më tregon që ky vjen drejt jush shumë shpejt. Me kë rezonon kjo energji e bukur? Me kë shenjë të horoskopit? Me ujorin, me britqapi, me peshoren, me luanin, me dashin, me shigjetarin, binjakët dhe me demin. Kurse me gërmat mund të rezonojnë nga që është energji e përgjithshme me mën, të, dë, o, gjë, të, gjë, f, jë, f, e, ç, i dhe me gërmën b. Po marrim dhe gërmën d. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.